Euroja ka shënuar një tjetër nivel më të ulët historik kundrejt monedës sënvendese, duke kombyer sot me 93.07 lekë. Kjo rënje për 3.8% vetëm gjatë vitit 2026 është vazhdimsi një tendence të gjatë, ku që nga piku i vitit 2011 euro është vlerësuar me rreth 34%. Kjo formë e fortë e lekut vjen nga disa faktorë kryesorë. Së pari, vendi po përjeton përmirësim të treguesve zyrtar ekonomik, me investimet e huaja direkt që arritën një rekord për 404 milionë eurosh në 3 mujorin e parë, si nga ngabruarit e mëngat të sezonit turistik që tashmë kalon 12 milion vizitorë në vit. Së dyti, një ndikim të ndjeshëm vazhdon të ketë flukset nga paratë e pista e informaliteti, sidomos përmes investimeve masive në sektorin e ndërtimit e pasurive të paluajshme, çka konfirmohet nga raste publikuara nga SPAK-u. Së treti, politika fiskale e qeverisë me një sillësi të rekord për 52.8 miliard lekësh, po ul ofertën e monedës vendese në treg. Për të zbutur këtë rënje, Banka e Shqipërisë po ndryshe vazhdimisht duke bler valutë me mbi 2.2 miliard euro të tërhequr nga tregu që prej fillimit të vitit 2024. Gjithsesi, këtë ndërhyrje vetëm se kanë kontrolluar ritmin e rënjes, pa mundur ta frenojnë atë plotësisht.